Zia jetën, këto janë datat në Europë që do organizohet protesta në këto ditë. Po flasim për Gjermani, në Myni me datë 5 qershor në orën 6:30, Berlini me datë 5 qershor në orën 6:30, Frankfurti me 6 qershor në orën 6:30, Stuttgarti me 7 qershor në orën 4, Dortmundi me 7 qershor në orën 5 dhe Hamburgu me datë 7 qershor në orën 4. Po flasim pastaj vjen në Itali ku do jemi dhe unë pjesë e protestës në Milano që organizohet me datë 6 qershor në orën 10 të mëngjesit, Firenze 6 qershor 10:30, Roma 6 qershor në orën 5, Bologna 7 qershor në orën 6 dhe Torino me 7 qershor në orën 6. Gjithashtu kemi dhe Breshën me datë 8, e cila do jetë në orën 6:30. Pastaj vjen Anglia, u kujton dhe çunat e Anglisë, edhe ata sa harrojnë një herë, me datë 6 qershor në orën 11 në Londër. Pastaj gjithashtu kanë dalë çunat e Amerikës, New York 6 qershor në orën 2 në kohën e tyre zyrtare, Washingtoni 6 qershor në orën 11. Pastaj vjen Kanadaja në Toronto me 6 qershor në orën 6, vjen Suedia në Stockholm me datë 5 qershor në orën 7, vjen Austria që në Vjenë organizohet me 6 qershor në orën 4, gjithashtu Greqia, nuk e di pse mundin Greqia me datë 6 qershor në orën 6 organizo protesta. Pse jeni akoma emigrant në Greqia zemra? E se la këte, mi që del halli, po të pak të shko këte ku ka leka dha, rini në Greqia, po shko këte në Shqipëri. Gjithashtu pastaj vjen dhe Brukseli me datë 7 qershor në orën 11, Danimarka Kopenhagen 7 qershor në orën 11, Hollanda në Hag me datë 7 qershor në orën 4 dhe Franca Parisi me datë 7 qershor në orën 4, por është akoma për të konfirmuar. Kto janë datat e protestave, nuk është më protestë vetëm për Zvornesin, nuk është protestë për Sazanin, nuk është protestë për investimin, është protestë për një qeveri të korruptuar tash 36 vjet që na kanë marrë jetën, i kemi çuar ne fëmijët emigrant. Tani ka ardhur koha që ne të zënë fëmijët tan në Shqipëri dhe të gjitha kërmillat e mundit, të gjitha që janë në parlament, të rrisin kanë marrë rrugët botës.